Hasani nga Britania e Madhe. Doktor, keni ndonjë informacion pse nuk ka shkuar më Rama në Amerikë, edhe këtej nga Anglia sikur nuk po e shohim më? Informacione për dhe lajme të këqija për Edi Ramën ka shumë, por gjersa ai qëndron në karrige, do të them haptas, nuk na nderon për shturpi ynë, nuk duhet ta tolerojmë më tej. Tani ujrat janë kthjelluar. Tani Edi Rama para Europës dhe botës është dhunuesi i zgjedhjeve të shqiptarëve, i votës lirë të shqiptarëve. Dje media më e madhe e Shteteve të Bashkuara, media më e madhe, Fox News, raportonte se rikthejnë detyrë kryeministrin e akuzuar për korrupsion, duke bërë luftën kundër korrupsionit një iluzion në këtë vend. Mos harroni se 4 ditë më parë, 5 ditë më parë, përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë për të mbështetur luftën kundër korrupsionit të organeve të drejtësisë, u tha shqiptarëve se lufta kundër korrupsionit është përparësi për presidentin Trump. Dhe Edi Rama për të shpëtuar për lëkurën e tij nuk pyet për asgjë. Pra ne duhet t'i japim përgjigje Edi Ramës. Leon Thanasi, doktor, di u zhvillua mbledhja e kryesisë dhe me sa morën vesh nga mediat ka pasur debate. Ju keni paralajmëruar mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe situata mund të përkeqësohet. Një përçarje tjetër do të ishte vetvrasje për Partinë Demokratike. Besoj se duhet të ulni gjakrat. Faleminderit shumë. Ju siguroj se mbledhja ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe pozitive. Renditësi i kësaj mbledhje ishte qëndrimi i Partisë Demokratike pas vendimeve shkatrimtare për luftën kundër korrupsionit të Edi Ramës. Ishte thirrja e mbledhjes Këshillit Kombëtar për vonesë e cilë ka patur kritika, por siç kam theksuar, theksoj përsëri, ajo vonesë ka patur lidhje vetëm me një faktor. Dhe ky faktor ka qenë raporti ndërkombëtar për zgjedhjet, mbasi Edi Rama po bënte një betejë tegër kundër vëzhguesve dhe do përdorte çdo lloj diskutimi që mund bënin e brenda për të thënë atyre që këta e kanë fajin vetë dhe jo unë që u kam vjedhë zgjedhjet. Dhe është vepruar shumë drejt. U ripërsërit për herë të dytë. Mbrojtja e votës. U mbrojtë 2000 ishin, u mbrojtë 2025. Dhe kjo ishte një detyrë shumë e vështirë, por që u realizua plotësisht në interesin e çdo shqiptari. Nuk ka një përçarje, dhe garantoj. Po, pas zgjedhjeve të Partisë Demokratike pati të quajtur demokrat që han turp në bukë dhe vrapun e u punësuar në administratën e krimit. Pati të tjerë të cilët vendosën të mos merren me politik, por të ndjekin jetën e tyre. Pati të tjerë të cilët flirtojnë me qeverinë për kontratat që kanë. Po unë do të them ju që absolutisht kjo parti ka dhe do ketë vetëm një qëllim. Idealin tuaj të lirisë, rikthim në votës lirë dhe fitoren e Partisë Demokratike, kjo parti s'mund të qëndrojë, edhe nuk do të qëndrojë për kontratat e asnjëriu. Jo. Kontrata jonë është me qytetarin shqiptar,
për lirinë, për familjen, për Shqipërinë. Kjo është për demokracinë, familjen dhe Shqipërinë. Ndaj dhe asnjë shqetësim i dashur mik nuk duhet të kesh. Ata që zgjedhin për të bërë zhurmues në favor të Edi Ramës, duke mashtruar, duke manipuluar element që kanë punuar haptas kundër Partisë Demokratike, kanë punuar për deputet të Partisë Socialiste, madje kanë dalë dhe kandidat në Bashkinë e Tiranës kundër kandidatit të Partisë Demokratike. Ata janë falsë, nuk janë demokratë, s'kanë asgjë përbashkët me idealet tuaj dashur mik, as të mijat. Por, dhe njëherë, kjo është koha e misionarëve. Fat të madh kanë ata që pranojnë misionin dhe do fitojnë. Arti Caku, deri kur do të vazhdoj Partia Demokratike kështu duke bashkëpunuar me Partinë Socialiste, si kodi zgjedhor me lista të mbyllura me njerëz që urren populli dhe demokratët e thjesht duke emëruar pa vullnetin e demokratëve, me reformën territoriale, me firmat për avokatin e popullit, me mosmbajtjen e përgjegjësive të asnjërit për humbjen e zgjedhjeve. Edi Rama firmosi fundin e këtij bashkëpunimi. Ne këtë drejt, nuk ishte vendimi lehtë, por ne duke menduar se interesi i qytetarëve është të kenë një avokat që mbron të drejtat e tyre në këtë shtet ku dhunohen nga mëngjesgjerdarë të drejtat. Duke besuar se ne dim shumë mirë që nuk është ligji që ka fajet, por prapë përmirësimet janë të domosdoshme, në ligjin e zgjedhje apo reformën, por me aktin që kreu Edi Rama, zgjedhjen e Shabanit, avokat populli, pasi opozita kishte tërhequr firmat ndaj tij, pra pa firma, a i tërgoj se çdo formë bashkëpunimi me të është thjesht fiktive, thjesht fasad, dhe kryesia Partisë Demokratike mori dje vendimin të nërpres çdo lloj bashkëpunimi me mazhorancën e krimit apo pseudo-mazhorancën. Megi Zoga, do të rikthehet Berisha si lider i vërtet i vendosur pa kompromis dhe duke udhëhequr Partinë Demokratike me stilin e tij origjinal. Këtu nuk kuptohet rikthimi në stilin politik që e bëri Berishën të njohur drejt vendimeve të forta, të drejtpërdrejta dhe shpesh dramatike, që nuk shmangin konfrontimin kur është e nevojshme. Pas raportit ndërkombëtar për zgjedhjet, me të cilën ne përmbushëm një zotim shumë të vështirë. Sepse ti mund ndëshkosh zgjedhjet, mund dënosh zgjedhjet, por nëse ato nuk përputhen me raportet e vëzhguesve ndërkombëtar, betejë vështirësohet tmerrsisht. Se jep argumentin që nuk është një betejë për parime ideale dhe vlera, por një betejë për karrige. Ne tani kemi çdo të drejtë t'i kthejmë betejës gjerë në fitoren tonë të plot. Dhe ju garantoj që sot jem më i motivuar se kur në këtë betejë. Unë, i dashur mik, e kam ditur dhe e kam thënë me dhjetra herë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. E kam deklaruar këtë me dhjetra qindra herë para zgjedhjeve. Por ajo që na mungonte
na mungonte pikrisht dokumenti ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar i dhunimit të zgjedhjeve. Tani është gjithçka në guximin ton, në vullnetin ton, në përkushtimin ton. Jani Pero, doktor, mendoni se drejtësia do arrijë te Rama me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK? Asnjë ndryshim nuk bën. Sepse Rama mbylli me licencën që mori në gjykatë kushtetuese, Rama mbylli çdo mundësi që ai, familja e tij, ministrat e tij të mund të penalizohen për vjedhjet që bëjnë. Na përket ne dhe vetëm ne. Do ta pranojmë një fakt, do të pranojmë.